Në këtë pjesë të dytë të MCN Informacion do të flasim për parat. Ne dim shumë mirë që parat janë të rëndësishme për të patur një jetesë të mirë, të qëndrueshme, për të plotësuar të gjitha nevojat apo dëshirat që kemi, por ato nuk janë të pafundme dhe në fakt prindrit të rriturit e dinë se me sa mund të fitohen sidomos në kohët e sotme. Por si duhet ta mësojmë, si duhet t'i orientojmë fëmijët për të kuptuar rëndësinë e paras, për ta shpenzuar atë si duhet, për të mos e shpërdoruar atë? A kemi ne një shoqëri që i edukojnë fëmijët për përdorimin e duhur dhe të drejtë parave? Këtë temë do ta diskutojmë me mua. Janë tre zonja, është shkrimtarja për fëmijë Lefteri Gjoshe, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit. Është ekspertja ekonomist, nuk mund të mungonte, Romina Radonshish, faleminderit që je këtu, edhe mësuesja Ana Lazo, faleminderit që jeni këtu. Po e filloj me zonjën Lefteri. Ju i përkisni një brezi tjetër, ndryshe nga ne po themi të treja që jemi këtu. Nëse juve ju kujtohet, prindrit ju kanë dhënë kur keni qenë ju e vogël ose e re para, dhe nëse po, në cilën mosh ka filluar dhënia e parave nga ana e prindërve? Në kohën tonë as që diskutoj që fëmijëve duhet t'u jepnin para në përduar. Kjo spjegohet edhe me periudhën në të cilën kaluan prindërit tanë, familjet tona, sepse ana ekonomike e familjeve ishte shumë e dobët, dhe të gjithë prindërit përpiqeshin të përballonin nevojat e përditshme të familjes, të fëmijëve, veshjen, mbathjen, ushqimin, me kursim të jashtëzakonshëm. Plus që të mos harrojmë dhe tjetrën që edhe pagat ishin shumë të ulta. Do me thënë, pagat e ulta dhe ekonomia arritën prindrit që të përballonin të gjitha detyrimet që kishin për familjen, për fëmijët dhe me radhë. As që diskutohet që ne fëmijët atëre duhet të kishim para në përduar, sepse ana tjetër, përse do t'i kishim ato para në përduar kur ne nuk kishim mundësi se çfarë të blinim? Do me thënë, shkonim në shkollë, çantën e librave, mbara në shkolla vinim në shtëpi, tani ndryshojnë situatat që nga do që të kthesh, do gjesh kioska, do gjesh dyqane, do gjesh diçka ëmbëltore që fëmijët. Ka ndryshuar edhe stili i jetesës. Kështu që prandaj në kohën tonë as diskutoi ajo që duhet të kishin. Por ama të mos harrojmë atë që prindrit ishin kaq shumë të përgjegjshëm për fëmijët, sa i plotësonin të gjitha nevojat e tyre, që nga këmba deri te koka, të themi, që nga këpuca, veshja, librat e të gjitha, që të mos stononin, të mos ngeleshin mbrapa shokëve në Po kam përshtypjen që në atë kohë, zonja Lefteri, më fal që ndërpres, pothuajse 90% e popullatës ishin të një niveli ekonomik dhe nuk është se bënte diferencë modeli çantës. 2 modele, 3 modele kishte atëre, 3 modele pardesysh, që ishin aty dhe nuk ishte lloj bullizmi në këtë drejtim. Dhe më bët pyetjen, kur filluan? Kur morët ju lek për herë të parë nga prindrit? Unë mora për herë të parë që ta administroja lek në duar, kur shkova në shkollë të mesme. Në shkollë të mesme, okej. Do me thënë, atëre ishte periudha që unë duhet isha vete përgjegjshme për atë pag ta quaj, që më dërgonin prindrit ose për atë sasi lekës që duhet t'i administroja. Edhe atëre gjithmonë me kursim, me shumë ekonomi. Romina, flitet shumë në fakt për edukimin e fëmijëve rreth paras, se si duhet ta administrojnë. Sa i rëndësishëm është ky lloj edukimi tek fëmijët? Unë mendoj që para se të mendojmë që si të edukojmë fëmijët, prindërit duhet të kuptojnë që duhet të edukohen vetë. Sepse shoh shumë prindër dhe ato që dikur nuk i kanë pas të ardhurat tepër të larta, por dhe ato që kanë të ardhur edhe dikur që mund të kenë pasur të ardhurat e larta, duket sikur ka një tendencë për të çedukuar fëmijët e tyre në aspektin financiar. Çka do thotë kjo? Që çdo dëshirë e fëmijëve bëhet realitet, ndërkohë që jo. Duhet çdo nevojë e fëmijëve të bëhet realitet dhe dëshira duhet të jenë sipas prioriteteve. Nëse është një dëshirë që patjetër që ka një efekt pozitiv, po dhe në gjendjen emocionale, po nga ana tjetër dhe në shëndetin mendor, patjetër që kjo mund t'i bëhet fëmijës. Por duke i plotësuar çdo dëshirë atëherë në një moshë caktuar, fëmija do të jetë i varur financiarisht nga familja ose do të mësohet të shpenzojë. Dhe këtë e them pasi ka shumë prindër që kur shohin fëmijën që në moshën 5 vjeç që kërkon gjëra që normalisht edhe nuk janë të shëndetshme pranë markete, po nga ana tjetër dhe nuk ka arsye pse t'i plotësohet çdo dëshirë që ai ka, pra fëmija duhet mësohet që në moshë të hershme të kuptojë që ka një kufi, ka një limit.
Dhe jo vetëm në aspektin financiar, kjo është dhe në aspektin e sjelljes, pa të mësohet që dhe gjërat që i merr ka dhe kufi, por nga ana tjetër duhet i meritoj. Nga ana tjetër shohim që ka shumë prindër që thonë, jo, unë nuk dua që fëmijës tim t'i mungoj gjë, pasi unë kam vuajtur në të shkuarën time, ndoshta prindit nuk më kanë le të themi plotësuar çdo gjë, por ndoshta ky prind është bërë i mirë fal këtyre sfidave dhe ka kuptuar rëndësinë e gjërave që ka sot. Ndaj nuk duhet bërë ky gabim. Ka shumë prindër më pas që kanë pra që ka sponsorizuar, po them sponsorizuar, sepse ka shumë prindër që kuptojnë që fëmija e tyre nuk ka aftësi, ose disi është ndembel dhe mundohet që t'i plotësoj çdo dëshirë duke çuar në kurse etj me idenë që do të mësoj më shumë dhe nuk ka qenë rezultativ. Nga ana tjetër ka shumë prindër që shpenzojnë pafund për edukimin e fëmijëve, ndërkohë që është në një moshë madhore, me idenë që të plotësoj dëshirat e tij pra në një deg që ndoshta nuk e ka fituar me merit në shtet, por ka gjetë hapësira në privat apo në një shtet tjetër, dhe ky është problemi. Dhe këto fëmijë ndoshta dhe nuk arrin as ta mbyllin pra universitetin. Ky është problemi, e shoh edhe nga kolegët e mi që shpeshherë duan të bëjnë fëmijët e tyre duke plotësuar, pra me anë të fëmijëve të plotësojnë ëndrat e tyre dhe nga ana tjetër ka shumë fëmijë të tillë që ndoshta ato janë adoleshent, por që ndërpresin të studimet, pra dështime, dhe nuk duhet t'i mësojnë fëmijët se si të dështojnë, po duhet t'i mësojnë fëmijët që të kuptojnë kufit, më pas ta menaxhojmë, pasi më pas kalojmë ato në problemet të shëndetit mendor, pra ku fëmia kupton që nuk po ja del dot, ai e shikon më pas si hap mbrapa. E qartë. Pra, prindi duke dashur gjithmonë aspektin pozitiv t'ja plotësoj apo të realizoj disa ëndra, apo ta shohë fëmijën e tij në nivele tepër të larta, duhet kuptojë që deri ku është masa dhe se sa duhet të investojë te ky fëmijë. Ana, sa të interesuar janë fëmijët sot kur flitet për parat, po kur flitet edhe për kursimin? Atëherë, në fillim unë do doja në fakt të përgëzoja për temën, sepse është shumë aktuale dhe është shumë e rëndësishme që ne ti informojmë fëmijët, por edhe të rinjt, për sa i përket paras, pra të kenë sa më shumë informacion, menaxhimit të paras në një moshë më të rritur, por edhe në një moshë më të hershme. Dhe këtë në fakt do doja ta lidhja me sistemin arsimor, duke qenë se unë merrem me të rinj, dhe gjithashtu me format e edukimit sot në shkolla. Patjetër që dhe familja ka një rol kryesor pra në informimin e fëmijëve për sa i përket paras, por gjithashtu dhe shkolla duhet të luajë një rol kryesor, sepse duke qenë se fëmijët shpenzojnë një pjesë të mirë të ditës në shkollë, patjetër që edukimi financiar apo informimi rreth paras duhet të jetë i madh ose mjaftueshëm edhe nëpër shkolla. Për sa i përket pyetjes që ju më bët, sa të interesuar janë fëmijët patjetër apo të rinjt janë të interesuar pra për sa i përket paras, por duhet të kenë një informim më të mirë sepse duke qenë se bota në fakt zhvillohet, teknologjia përparon, marrin informacion, por futja e një kurikule në shkolla pra të edukimit financiar, unë do ta shikoja si një aspekt shumë pozitiv, sepse ne flasim për modernizim të kurikulës ose përditësim të kurikulës. Patjetër që po, dhe është në një rrugë të drejtë, do të thoja, por a i përgatisim ne realisht për jetën këta fëmijë apo këta të rinj, dhe përsa i përket aspektit të paras menaxhimit, patjetër që duhet jetë dhe një kurikull që duhet jetë e barabartë dhe e njëjtë me gjitha pjesët e lëndëve të tjera, sepse përgatiten shumë më mirë për jetën, sepse si që shikojmë në ditët e sotme, gjithçka është e lidhur. Më pas, në një moshë më të rritur, kur këta fëmijë rriten apo këta të rinj, dhe nëse nuk informohen në një moshë sa më të hershme, më pas ata fillojnë të mendojnë për problemet financiare, për rrugën e emigrimit, pra që është një trend, do të thoja, në ditët e sotme, që ne po flasim dhe po diskutojmë, dhe fillojnë të mendojnë dhe për problemet financiare, pra që do të kenë në të ardhmen, si të krijojnë një familje, si të blenë një shtëpi, pra ka edhe nga këto ide që nisin që në moshën e maturantëve, do të thoja, dhe kjo nuk është çudi, sepse kjo nuk më duket gjë e keqe që një ri filloi të mendojë se si duhet siguroj të ardhmen që të ketë një shtëpi të vetën për shembull. Jo, patjetër që është pozitive, por unë e kisha fjalën që duhet të informojmë sa më shumë pra që
të kenë ide se si të menaxhojnë paranë, se si të kursejnë, ku t'i shpenzojnë këto para, si të bëjnë blerje të zgjuara. Pra, të gjitha këto do të ndikonin shumë pozitivisht nëse shkolla do t'ishte një partner shumë i fortë në bashkëpunim me familjen. Zonja Lefteri, cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjmë ne prindrit në raport me mënyrën e dhënies së parave tek fëmijët, apo a duhet i mësojmë ne fëmijët që të kenë, po themi, ata arkën e vetë të kursimit dhe pasi të kenë mbledhur disa para të dinë ose për çfarë duhet i shpenzojnë? Të edukosh fëmijët të menaxhoj paran, them është detyrë kryesore e prindërve. Sepse në fund të fundit gjithë shka në këtë botë vërtitet rreth paras. Paraja të siguron mundësin për të jetuar, për të ushqyer, për të veshur, për të krijuar mirëqenie, për të krijuar mjedise të përshtatshme për familjen. Kështu që mendoj prindrit e kanë për detyrë që ti edukojnë në këtë mënyrë. Mendoj që edhe një çik transparencë në lidhje me komunikimin me fëmijët duhet të ketë në këtë drejtim. Do me thënë, nuk është puna se do t'i tregojmë rrogën babi e ka kaq edhe mami e ka kaq. Por ama të tregosh që me këtë rrogë, këtë radhë, do të marrim diçka që na duhet për në shtëpi, do të blejmë diçka për njërin nga fëmijët ose për tjetrin nga fëmijët, do të blejmë një televizor të ri e shumë gjëra tjera, kështu që transparenca dhe biseda në familje nuk duhet të jetë ndarja prindër fëmijë hermetike në drejtim të kësaj edukimit të fëmijëve për menaxhimin, të themi, të parave. Unë mendoj që gjithë shka ka lidhje me edukatën që i jepet. Dikush kush e tha tani që thot nëna, unë do t'ja plotësoj të gjitha fëmijët, sepse vetë kam vuajtur. Unë nuk jam dakord me këtë teori. Këto nëna që i mësojnë kështu do t'ja plotësoj të gjitha, sepse vetë kam vuajtur, e kalon fëmijën në ekstremin tënd. Do me thënë, qofse ti je bërë kaq e mirë, je bërë ekonomiqare e mirë, je bërë familjare e mirë, fëmijën e kalon në ekstremin tjetër. Dhe ai nuk di kufi, nuk di deri ku është masa. Arrin deri atje sa nga ndonjëherë për plasat e këmbët e dua. Nuk pyet se ka motër, se ka vëlla. Unë diku në një nga tregimet e mia, më futin ujë këpucët, i thot vajza babit. Po, ja të marrim muajin tjetër. Po pse o babi? Po ja se do t'i marrim vllajt. Po vllajt muajin e pari more, po atë e kam djalë. Do me thënë, arrin deri atje diferencimi, sepse ai djali për plas të këmbët e dua, unë s'më bëhet vonë të futin ujë tyks, të futin ujë të këpucët. Ose teka të kësaj natyre. Mendo tani që kur të rritet këto teka, ai do t'i shtoj vazhdimisht, dhe në fund nuk do pyes pastaj se arrin apo s'arrin babaj. Unë do të shtoj edhe këtë. Vetë fëmia, duke u edukuar me këtë lloj, duke marrë këtë lloj edukate, do të mendoj që edhe kur të mbaroj shkollën, do të vazhdoj shkollën e lartë, do të vazhdoj universitetin, të gjitha janë shpenzime që do të dalin nga prindrit, prandaj gjithmonë duhet të dimë se si ti menaxhojmë. Mua si mësuese, gjatë gjithë jetës, më ka shqetësuar tani, jo gjatë gjithë jetës, në këtë kohë, kur pas demokracisë, kur një pjesë e fëmijëve është me kushte maksimale, i veshur me rroba të mira, me luks, me çokolata të lloje soje, bler burger, merr një gjë, të solli nëna pica, të solli babi pica në shkollë, domethënë me këto, të them unë, super kërkesa të plotësuara të fëmijëve, dhe ana tjetër e fëmijëve që nuk e kanë këto mundësi që ti arrin, si thosh. Në këtë mes fillon tashi që aty në bangat e shkollës, që aty në klasë, fillon përbuzja dhe diferencimi i shokëve tek njëri tjetri. Do me thënë, e shikojnë me atë përbuzin aty, që ke veshur këtë fustan, do me thënë, dhe me
edhe me fyërje të kësaj natyre, që këtu fillon deformimi i personalitetit të fëmijës, sepse ai ose ajo vajzë, këtë tip do të ketë gjatë gjithë jetës. Nuk do të pyesi pastaj në fund edhe për nënën dhe për baban që a i kanë apo si kanë kushtet për të jetuar normalisht, sepse unë kam jetën time, bëj që dua. Do me thënë, atë sakrificë që bën prindi, ta bëj themun me karar. Ti plotësoj aq nevoja fëmijës sa të mos e teproj, të mos e prishi fëmijën në edukatën e vetë. Unë kam këtë teori që lësho edhe mblith. Do me thënë, tërhiqe mos e këput. Edhe eduko, po. Edhe eduko, po edhe këshillo fëmijën. Ose ajo idea tjetër që ta dëgjoj për të sharë, ajo kish veç një fustan të likë, kish veç një fustan të vjetër, ajo kish veç një këshu, duhet pa tjetër që prindi tjetë shumë i kujdesëm, jo të keqen babi, jo të keqen mamaja, këto fyërje ndaj edhe përbuzje ndaj shokve të cënojnë më të edukatën tënde, të ulin personalitetin si njeri. Do me thënë, kësaj unë i kushtoj rëndësi të jashtëzakonshme, çdo gjë me karar. T'ja plotësojmë për çdo gjë me karar. Romina, a duhet i mësojmë ne fëmijët që të kursejnë, qoftë edhe kur janë të vegjël për shembull, të mos e kenë atë manin që sa t'ju bien disa para në duar, do shkoj të marrë këtë gjë. Dhe kjo nis nga mosplotësimi i disa dëshirave të fëmijës. Pra, një prind nëse dëshiron që ta udhëzojë në një liri financiare, themi, fëmijën që në moshë të hershme, patjetër që duhet ta nxisit kursej. Dhe si ta nxisit kursej? Ka shumë metoda. Për shembull, nëse një fëmijë dëshiron e don patjetër një gjë, atëherë duhet ta udhëzojmë këtë fëmijë që t'i kalisim durimin, pra që ai të mësojë që ka disa hapa për të arritur atë dëshirën tënde dhe t'i themi, okay, në rregull, e dëshiron këtë gjë, prit, duhet t'i mbledhësh disa para. Do t'ishte shumë mirë një metodë kur ne dhe mund t'a edukojmë në forma tjera, për shembull t'i jepni një detyrë dhe ta realizonte atë detyrë dhe kundrejt realizimit të detyrës në performancën e dur, patjetër të shpërblej. Kjo do ishte mënyra më e mirë ku fëmia dhe të lodhej të kuptonte që duhet ta meritojë dhe marrjen e një gjëje. Më pas këto para ti kursej, kemi ato ndërkueset e famshëm që edhe argëton fëmijën në momentin që pra për fëmijën, për një fëmijë 5 vjeç, 6 vjeç, ne po flasim për një fëmijë 5-6 vjeç, se nëse arrin me 10 vjeç, më pas ai e ka kuptuar filozofinë dhe lojën. Pra çdo gjë duhet nisë si lojë. Dhe në këtë mënyrë ne dhe mësojmë se si të duroj dhe të menaxhoj, le themi, dhe ato impulset dhe dëshirat e momentit, nga ana tjetër e mësojmë se si të kursej dhe në fund ai fëmijë kur loja mbaron dhe duhet të thyet të ndërkuecin dhe të patjetër ndoshta as nuk din të numëroj parat, po të kuptoj që ka parat mjaftueshme për të marrë atë dëshirën, pra për të shpërblyer, në fund ai do të ndjejë satisfaksion dhe do ta kuptojë rëndësinë e të kursyerit. Ana, a duhet të shpërblehen fëmijët kur marrin nota shumë të mira në një provim të caktuar, apo qoftë edhe kur për shembull vajzave të familjes ju lihet detyra për të bërë punët e shtëpisë? Ka dhe nga ato vajza që të vene edhe kushte, që thonë, ka ishtë lekdua unë që ta pasoj. Varet nga lloji, por shpërblimi është gjithmonë një formë shumë e mirë dhe unë e shikoj si diçka shumë pozitive, sepse nëse ti e shpërblen për një punë të caktuar apo për një notë të marrë më shumë, edhe pse nuk duhet jetë e detyrueshme në fakt, se ndoshta është çiksi nxitës pozitiv. Nxitëse në këtë rast është diçka shumë pozitive sepse herën tjetër një prind për shembull e bën që fëmia të marrë përsëri një notë pozitive ose të shtyhet më shumë pra me idenë që do marrë prapë para. Jo para, që do të shpërblem për të plotësuar diçka apo për të marrë një dëshirë që unë dua dhe nuk ka mundësi ta ble vetë për momentin. Por unë do doja të thoja diçka lidhur me, sa ne po flasim për fëmijët në fakt, por lidhur me moshën e gjimnazistëve. Realisht unë punoj, jam mësuese dhe merrem çdo ditë pra duke qenë se janë pjesë e sistemit arsimor. Dhe kam vënë re që një pjesë e mirë e gjimnazistëve kanë përveç se patjetër që marrin të ardhura nga prindit, por edhe punojnë. Dhe deri diku qasja ka ndryshuar dhe kanë atë tendencën që unë do të punoj dhe do të kursej për vitin që do të vi, pra për të shpenzuar, për të pasur kursimet e mia për të blerë gjërat që i duhen për vitin shkollor, për shembull, ose do të kursej diçka për sa i përket pushimeve verore.
Pra, punojnë part-time, ose bëjnë punë të ndryshme, pa sistemit arsimor, dhe unë këtu e shikoj si diçka pozitive. Pra, qasja që ka ndryshuar deri diku. Kjo është shumë e mirë. Po, është gjë shumë pozitive. Sepse i edukon edhe me shpërblimi patjetër te fëmijët që janë në një moshë më të hershme, sigurisht që nuk janë akoma në moshën për të punësuar, e shikoj realisht pozitive, pra, për të shpërblyer për një gjë që ata të arrijnë diçka më lart, pra qoftë për notën, qoftë për një punë shtëpie që jepet. Pra është mendim shumë pozitiv. Po, në fakt unë e mbështes të tanë, sepse unë e shoh në sistemin universitar që shumë të rinj sot kanë ndryshuar qasje dhe sa mirë që të rinjt shqiptar janë pjekur më në fund, sepse ka qenë një periudhë ku jo vetëm që kishin një varësi të madhe financiare nga familja, por edhe nëse punonin përsëri i kërkonin familjes. Ndërkohë që tashmë shohim të rinj në radhë parë me ide pafund dhe biznese dhe për të punuar dhe për të hapur biznese me ide biznese. Pra, po kjo dhe fal botës digjitale, ndoshta dhe shpesh herë dhe informacionet, apo ndoshta dhe startupeve që vetë jep qeveria pa dashur ta marketoj, po shpesh herë edhe nëse njëri nuk ka fituar në startupi, që pjesa më e madhe kanë aplikuar apo s'kan fituar, kanë fituar eksperiencë dhe kjo i ka bërë që të nxiten dhe të marrë dhe një kredi dhe mendimin e familjes me atë planin e biznesit dhe ta nisin dhe si biznes. Pra kemi shumë të rinj që sot janë në universitet për punoj, po nga ana tjetër ka ndryshuar edhe qasja. Pra nuk i kërkojnë më prindërve tyre para shtesë, sepse kjo ka qenë para 10 vitesh, për shembull bëj dallimi, para 10 vitesh dhe tashmë në këto vitet e fundit. Kisha student që punonin dhe merr një pagë relativisht të lartë, madje paga ishte pothuajse sa unë, sepse të mendosh të punosh, se në atë kohë punonin në call center, tani nuk punojnë në call center, punojnë në call center dhe pagat ishin pothuajse paga një akademiku dhe në fund thonin që ne nuk na dem, sepse kishin një keq menaxhim financave të tyre, patjetër që nga një anë nuk i vihet faj sepse gjithë kemi qenë të rinj dhe ndoshta kemi plotësuar disa dëshira të momentit apo blerjet e impulsit, por përsëri e pa justifikueshme që një pagë e lartë mbi mesataren e të kërkosh përsëri të ardhur shtesë tek familjarët. Qasja ka ndryshuar. Mirë, do të shkojmë shumë shkurt në reklama dhe do kthehemi prapë për diskutuar në studio. Po flasim për rëndësinë që ka edukimi tek fëmijët për mënyrën se si duhet të menaxhojmë parat, nëse duhet u japim para dhe sa duhet u japim dhe si duhet i mësojmë ata për ti menaxhuar. Sa pak Romina pak më përpara, zonja Lefteri tha që është mirë që në familje të flitet, po themi, deri diku edhe situata ekonomike ose mënyrën se si ne i shpërndajmë të ardhurat që kemi si familje. Është gjë e mirë kjo që ti tregosh vajzës, djalit, vajzave, familjes, fëmijëve në përgjithësi që ne kemi një buxhet të caktuar i cili këtë muaj do të shkojë për këtë shpenzim dhe pastaj për gjitha nevojat edhe shpenzimet e përditshme. Po është e vërtetë në fakt dhe kjo ka të bëjë me menaxhimin e financave personale apo menaxhimin e financave familjare. Ne bëjmë në shtëpi këtë dhe ndonjëherë më duket sikur bëj gabim që vajza duhet të di. Ju bëni shumë mirë. Jo, patjetër që bëni shumë mirë sepse kjo është transparenca financiare midis anëtarëve të familjes dhe shpesh herë dhe midis çiftit po me të gjithë anëtarëve të familjes, mund të jenë fëmijë, por mund të jenë dhe individ cilët janë moshë madhor, duhet patjetër të bëjnë të kenë gjithë kërkesat e tyre dhe më pas të shpërndahen parat aty ku ka nevojat dhe prioritetet. Ato nuk dalin asnjëherë, asnjëherë, Romina. Komunikim, po është e vërtet, por duhet një lloj komunikimi dhe një lloj transparencë. Në momentin që ne kemi komunikim dhe transparencë në aspektin financiar, sidomos shpenzimeve, patjetër që ne këtu indirekt i japim një impuls fëmijës që të kuptojë që është shumë e rëndësishme që ne të flasim për nevoja, por nga ana tjetër dhe të menaxhojmë dhe të vendosim prioritete se kush është nevoja më emergjentes. Dhe të kuptojmë që nuk mund të shpërdorojmë para pafund, pasi kemi një fond veçantë që është fondi i emergjencës, pra si themi ne para për një të mirë dhe për një të keqe, dhe kemi edhe një tjetër aspekt, pra në fund fare që janë kursimet, dhe kursimet patjetër që janë shumë të rëndësishme sepse kursimet mund përdoren përsëri si shtesë për fondin e emergjencës, ose do të përdoren për investime në rastet më të mirë. Kur është e mira, për shembull, zonja Lefteri, që një fëmijë të punojë? Part-time, po flasim, që të ketë pak atë, ne shpesh e përdorim edukatën e punës, kulturën e punës, faktin që i kërkohet llogari dhe që duhet jap llogari, përgjegjësiria në punë. Që indirekt pastaj sill dhe këtë edukimin për financat. E mira s'ka fund, të themi, kur është e mira. Edhe atëre kur unë thash që ishim ne fëmijë,
prap gjatë periudhës së verës, kur ishim me pushime, edhe ne e krijonim një farë mundësie. Po çfarë? Shkonim, mblitnim lule, mblitnim çaj, mblitnim nga këto bimët medicinale që t'i shisnim, të blinim diçka. Ja, kjo ishte një punë, që siguruam diçka për t'u veshur për vitin në vazhdim. Do me thënë, mosha e vogël ta quaj ju në shkollën e mesme. Por të me mira s'ka fund, mirë është që në çdo periudhë që fëmia është i lirë, mirë është që të pushoj, kuptohet se ka nevojë edhe të rimarr fuqit nga mësimet, nga provimet, nga lodhja, por jo gjatë gjithë kohës të rri, themun, ta lem kështu rrugëve, nuk dim se çfarë bën me këta kohet, ku shkon me shokët, çfarë prishin, çfarë pinë. Të gjitha këto pastaj krijojnë probleme të tjera të devijimit. Mendoj që edhe në këto pushimet verore, fëmia duhet të gjejë një punë të vogël. Po çfarë? Diku një kamarier, diku t'i ndihmoj mamit ose babit në biznesin që kanë, ose diku tek një i afërt i tyre. Domethënë tani njohin edhe kompjuterin, fëmijët janë shumë herë më të zgjuar se sa ishim ne. Domethënë edhe me ato mundësit janë më të shumta. Janë mundësit shumë. Gjatë kohës universitetit nuk diskutohet pastaj që secili nga studentët e ka mundësin për të gjetur diçka. Edhe në qoftë se nuk e mundësi e zëm të gjesh një punë të përdiqme, por e maj edhe një punë me shkëputje. E mirë është që secili ta ketë si objektiv të vetën që do punoj të nxjerrë para, sepse familja ka nevojë, sepse unë kam nevojë, sepse prindrit duhen mbështetur, prindrit duhen ndihmuar. Ka edhe fëmijë të tillë që nuk arrin base mesataren që të shkojnë në universitet, në për këto universitetet shtetërore, kuptohet. Dhe nuk e kanë këtë mundësin që të fitojnë një bursa, një gjë. Por ama, prindi asnjëherë nuk e heq dorë që të thotë nuk të çojë në shkollë, sepse nuk arrite mesataren e dorë. Do të bëjë ç'është mund të ta futi në një universitet privat. Po universiteti privat do shumë herë më tepër se sa po të ishe në shtetëror. Pra, unë e quaj një sakrificë të madhe, një heroizëm të madhe të prindërve, që fëmia duhet jetë mirënjohës për atë që i bëhet. Prandaj është e domosdoshme që të gjejnë mundësinë për të punuar. Edhe në qoftë se nuk ke mundësi të dalësh jashtë, të paktën përballo ndihmën që duhet t'i japësh prindërve në shtëpi, me punët që mund t'i bësh në shtëpi, një ndërtim, një rregullim, një pastrim, një gjë, që të kesh mundësi të paktën të justifikosh edhe atë figurën tënde, edhe në lidhje me paranë. Ana, nëse bën një krahasim të kohës kur ke qenë në gjimnaz me gjimnazistët që sot ti jep mësim, si ndryshojnë, po themi, këndvështrimet sa i takon shpenzimeve, paras, konsumimit? Sa shpenzoje ti kur ke qenë në gjimnaz krahasuar me gjimnazistët e sotëm, për shembull? Atëherë, patjetër që 1.000 lekë të vjetra në kohën time ishin pasuri shumë e madhe. Jo, ndryshimi është i dukshëm në fakt, sepse gjimnazistët sot kanë edhe teknologjinë, pra rrjetet sociale të cilat ndikojnë, shikojnë pra shokët apo bashkëmoshatarët dhe kanë atë tendencën që të bëhen si ata, për shembull, në rrjetet e ndryshme sociale që postojnë, por do të thuaj edhe këtë pjesën që jo të gjithë, një pjesë e mirë i kuptojnë pra mundësitë familjare, po, dhe në momentin që kuptojnë mundësitë familjare, ose do të punojnë vetë, ose do të pranojnë atë realitet dhe do të kënaqen me aq sa kanë, por patjetër që kërkesat sot janë më të larta, dëshirat janë më të mëdha, pra ne dikur shpenzonim më pak, ishim më të stepur, në fakt kishim më pak informacion për sa i përket paras apo menaxhimit të ardhurave dhe në fakt unë personalisht nuk kam punuar në kohën e gjimnazit dhe të universitetit dhe prindrit pra më kanë mbajtur me aq sa mundësi kanë pasur, por sot është komplet një realitet tjetër. Pra të rinjt unë mendoj që sot janë zgjuar dhe e gjejnë një mundësi, pra edhe nëse familja nuk mund t'i financojë 100% për dëshirat që ata kanë apo dhe për nevojat, arrin shumë mirë ta bëjnë dallimin ndërmjet dëshirave apo mundësive,
Por këtu unë nuk do t'i përgjithsoja në fakt të gjithë, pra, sepse është dhe ajo pjesa që gjithë shka e do të gashme, por është dhe kjo pjesa tjetër e të rinjve që janë shumë të ndërgjegjshëm për mundësit që kanë dhe arrin që të punojnë. Romina, si është sot ky raporti? Nëse krahasojmë, ne jemi pak a shumë një brez bashkë. Ne mendojmë që ishim menaxhues më të mirë të financave tona, edhe pse një pjesë e mirë dhe unë kam qenë nga ato, do të thënë që më kam ndihmuar familja për gjatë kohës studimeve, por kam qenë një menaxhues shumë e mirë e financave të familjes, sepse nuk ishin të mia. Dhe për këtë gjë isha konsciente, ndërkohë që sot kemi një qasje tjetër. Pra tham që të rinjt punojnë, shpenzojnë para, patjetër që nuk edhe mund të gjykojmë, por nga ana tjetër duhet kuptojnë që paraja është shumë e rëndësishme dhe menaxhimi i parasë është shumë e rëndësishme. Shohim të rinj që punojnë një muaj dhe shpenzojnë, ndoshta jo, por ato që marrin për një muaj mund ta shpenzojnë edhe për 3 ditë me pushime. Pra, janë të prirur drejt shpenzimeve të luksit. Patjetër që është mirë të jesh i prirur drejt shpenzimeve të luksit, por me kursime. Po s'quhet më luks pastaj, Romina, në qoftë se ti shkon diku dhe nuk prish para, nuk quhet më luks, po flas me mentalitetin e të rinjve sot, ë. Ndërkohë që sot shohim të rinj të cilat janë të prirur tek shpenzimet e luksit dhe jo se e ndjejnë për të bërë shpenzime të tilla, por duhet të jenë pjesë e shoqërisë. Edhe për të dukur, për të dukur. Dhe kjo gjë mua më shqetëson. Të punosh, të lodhesh, sepse patjetër që të punosh, do shpenzosh kohë, por do shpenzosh energji, do jesh, duhet menaxhosh stresin në punë etj dhe në fund të jesh i detyruar sepse të bësh jetën që nuk të përket. Unë mendoj që kjo është shqetësuese dhe prindit përsëri këtu dhe pse janë moshë madhore, po për prindit fëmia është po fëmijë, pra njeriu është po fëmijë, duhet të ndikojë ndoshta në korrigjimin e këtij gabimi, jo se do ta korrigjojë prindi, po minimalisht ta vënë, le të themi, në një pozitë ku të kuptoj që duhet jetë vetvetja. Çdo individ duhet jetë vetvetja. Pra nuk është luksi ai që ne na bën njerëz më të mirë, nuk është luksi ai që na bën që të përfshihemi në shoqëri. Janë vlerat tona. Është e gabuar, më fal që po ndërpres, është shumë e vërtetë dhe një rol shumë të rëndësishëm ka edhe edukimi në shkolla. Dhe do ta vendosja gjithmonë theksin, sepse është një pjesë shumë e rëndësishme, të paktën tek gjimnazistët, sepse studentët janë pak më ndryshe, më të pjekur, por tek gjimnazi është themelore. Është skandal. Është gabim të themi fëmijëve për shembull që nuk kam para. Nuk kam mundësi të ta ble sot këtë që ti kërkon dhe që nuk është ndër prioritetet kryesore, sepse nëse bëhet fjalë po themi për kpucë, për libra që i ka të detyrueshme në shkollë, këto janë detyrime pastaj. Është e drejtë ajo, është e drejtë. Duhet të themi që nuk kam para. Asnjë prit nuk i thot fëmijës nuk ta ble sepse nuk kam para. Por ama me atë mënyrën se si mund t'ja justifikoj ose t'a bindi, fëmijën është gjë e madhe. Është e vërtet ajo që mund t'jetë fundi i rrogës edhe nuk ka mundësi e me radhë, por edhe mund të ketë prindi para edhe prap të mos ja blerë diçka. Pse ndodh kjo? Thashë, ajo që është e domosdoshme, prind nuk ka prind që të thot jo nuk ta ble. Po sigurisht. Por më pyet para disa ditësh një prind më thot, si t'ja bëj, thot, kur ngul këmbë dua një gjë edhe si t'ja bëj. I thash, dëgjoj, unë edhe si psikologe tani, si edukatore dhe si psikologe. I thash, në momenti që ai fëmijë ta kërkon me këmbgulje, nuk do t'ja blesh. Sepse këmbgulja, radhën tjetër, këmbgulja në për diçka tjetër. Por do ta menaxhosh në këtë mënyrë që ti thuash, po, këtë radhë nuk kemi para. Dhe pas 2 javësh, pas 3 javësh, ti atë që ai e mendon që e kishte të domosdoshme për ta blerë, edhe pak si tek. Ja ble, po i thënë po, do ta ble dhurat për ditëlindjen, do ta ble dhurat me që dole shumë mirë me provimet e maturës, ose me provimet e fundit të vitit, ose me që fitove një konkurs. Do me thënë, prindi mund t'ja justifikoj në këtë mënyrë, fëmijës që a i ta kuptoj që vlera e ti është ajo që e paguan në kuptimin, ta themi, jo direkt, por në kuptimin indirekt këta. Prandaj, unë të ashtë të them të drejtën folëm për anën edukative të trajtimit të parave për fëmijët. Por, koha e sotme, situata në të cilin jetojmë, të themi veset që po përfshin
për dite më shumë fëmijët tanë të merrojnë. Sepse tash të mendosh që do t'i plotësosh nevojat për të ngrënë, për të veshur, për të ushqyer, për të shkuar në universitet, për të paguar këtë e atë, por ama që të arri pastaj fëmija të devijoj për të marrë me punra të pista, me drogra, me ato alkoolet, me cigaret, janë pasoj e asaj që thash pak më përpara, që po ta lesh azat, tërbon fare fëmija. Kështu që në këtë drejtim duhet të jemi shumë kërkus. Arrin deri atje fëmija sa duke i pëlqyer shumë vetja që futesh në këto kënaqësira të jashtëzakonshme, arrin edhe për buzjen edhe për prindit, ku dinit ju, ku është koha juaj, neve jemi kështu, neve jemi ashtu. Prandaj, unë do të them prindërve edhe në përgjithësi shoqërisë sonë, duhet jemi shumë të kujdesshëm për t'i trajtuar fëmijët. Në ka gjë në këtë botë që ndërtohet me shumë vështirësi, është edukata e fëmijës. Dhe shumë e vërtet. Dhe çdo prind të mendoj këtë që kam një përgjegjësi të madhe, kam një detyrë të madhe, kam një barë të madhe përpara që këtë fëmijë ta edukoj dhe të dalë ashtu siç duhet të jetë. Duhet të themi nuk kam para, Romina? Unë në fakt e them. E thua? Tërkohë që... Unë kam gjetur një mënyrë tjetër. Jo, unë e them. Them nuk kam mundësi. Dhe më ndodhë që kur shkoj me fëmijët market, më thonë, po, i ke mundësit me vete për ta marrë këtë. Jo, unë në fakt, ju për faktin se jam ekonomiste, por ndoshta edhe ekonomiste mos të kisha qenë, por seri unë mendoj që duhet jesh i sinqert me fëmijën. Ka pas momente që unë s'kam pas para apo mundësi. Po sigurisht. Ose ndoshta s'kam pasur për momentin para dhe i kam thënë, po, nuk kam para. Ndërkohë që kur më ka dëgjuar vira ime, më ka thënë pse i thua fëmijës kështu, ti si nuk ke para, ti duhet të jemi të sinqert me fëmijën. Në momentin që ndoshta mund të themi dhe fundin për të kuptuar, sepse është fëmijë, duhet ta kuptoj që nuk ka mundësi për këtë gjë. Dhe duhet t'ja thuash, po pse jo, ti je i sinqert dhe ti thuash që nuk kemi para, ose për këtë gjë nuk kemi para se na duhen për këtë gjë tjetër. Pra, t'ja shpjegojmë, se që në moshën 5-6 vjeçe, unë po them 5-6 vjeçe, sa që kanë fëmijët e mi, por një prind tjetër mund ta ketë edhe fëmijën 4 vjeç, ai kupton edhe duhet ta kuptoj pra që deri këtu janë financa, dhe pikërisht ajo transparenca. Nëse nisim që në moshë të hershme dhe fëmija do të kuptoj që ju çdo gjë, dhe jam shumë dakord me atë çfarë tha spertja, sepse në momentin nga dëshira e madhe që ne kemi për t'i plotësuar çdo dëshirë, jo nevojë, çdo dëshirë fëmijës, ne mund ta dërgojmë vetë pa dashin në një rrugë ku nuk ka më kthim, më pas që ne ta menaxhojmë këtë fëmijë. Sepse është, nëse i plotësojmë çdo gjë, ai do të arrijë tek ajo gjë që ndoshta i duket e pamundur dhe do ta provojë 1 herë, 2 herë, 3 herë, mund të konsumojë alkool, bën festa apo party me fëmijë, duhet të jemi shumë kujdesshëm, sidomos në moshën e adoleshencës. Prindit duhet të kujdesshëm. Nuk duhet t'ju japim para në adoleshencë fëmijëve? Jo, duhet t'ju japim, por jo në sasirat mëdha, sepse duhet kuptojmë që ka dhe limit. Sa nevojë mund të ketë ai fëmijë në ditë, po themi për... Dhe në festa që marrë, sidomos kjo është problem më shumë i djemve, në fakt, kur kërkojmë para, sepse do dalim me shokë, duhet kuptojmë rreth parë me çfarë shokë shoqëron, sa para po kërkon, dhe pse po kërkon kaq shumë para, dhe pse çdo herë kërkon më shumë para. Sepse mund të bëhet viktime një vesi. Dhe akoma më keq nëse nisë prasajnë konsumimin e bimëve narkotike apo drograve të veçanta që është shumë e vështirë, më pas do të duhen më shumë para për ta çuar në qendër rehabilitimi nëse ky fëmijë më pas do të kthehet në një njerëz normal. Dhe më pas duhet kthehemi dhe problemin pastaj e ka prindi në rastin më të madh, sepse nuk e ka kontrolluar, sepse ndoshta edhe nëse një fëmijë apo dhe një vajzë sjell para në shtëpi ose vish në një formë, duhet të kuptoj ku i gjen. Patjetër. Kush t'i dha, si t'i dha, se po fiton kaq shumë, nëse është djalë. Pra, duhet kuptoj, pra, ju vetëm në aspektin se sa para merr ky fëmijë nga familja, po dhe sa para po sjell apo ndoshta po shpenzon, pra prindi duhet të jetë vigjilent. Duhet kuptoj, sepse para falas nuk ka. Ndonjëherë ndodh shpesh herë dhe në shoqëritë përbashkëta që dëgjoj që vajza ime punon shumë, madje paguhet kaq, vishet shtret sepse paguhet. Është e pamundur, të gjithë punojmë, jemi të treg punë, është e pamundur që ti të paguesh shumë dhe të vishesh në një stil, domethënë që kërkon pra të shpenzosh shumë. Kështu që prindrit kanë një detyrë shumë të rëndësishme, sidomos në këtë fazë, që në këtë kohë kur në këtë botë që ndonjëherë është e vështirë edhe për të menaxhuar fëmijët dhe të rinjt,
të jenë vigjilent për çdo sjellje të fëmijëve të tyre. Ana, një këshill se gradualisht jemi drejt fundit për prindrit, por edhe për fëmijët, të cilët pa diskutim kuptojnë, sidomos kur bëhet fjalë për para, kuptojnë shumë mirë. E ka këtë bindje. Një këshill për prindrit do të ishte që të ishin sa më vigjilent ndaj fëmijëve të tyre, sa më të kujdesshëm dhe me aq mundësi sa ata kishin ti informojnë për sa i përket pra financave dhe paras. Financave ndoshta është pak fjalë e madhe, por paras, pra si ti menaxhojnë në një të ardhme shumë të afërt. Dhe unë këtë e shikoj si pjesë shumë e rëndësishme të fillimit të adoleshencës, në fakt, edhe të fëmijëve të vegjël, sepse i edukojmë në një moshë sa më të hershme është më mirë, por në adoleshencë është akoma më vështirë, sepse siç e tha dhe zonja Romina, ka mundësi që të marrë dhe një rrugë të keqe, pra, dhe nëse informohen në kohën e dur, ne e shmangim këtë gjë. Ndërsa për sa i përket fëmijëve dhe të rinjve, kryesisht, do doja t'i thoja që ta shikojnë paran si një pjesë të rëndësishme të jetës së tyre, por duke bërë një dallim shumë të mirë ndërmjet mundësive dhe dëshirave. Pra, mos të fokusoheshin tek dëshirat e shfrenuara, por të shikonin një balans ndërmjet këtyre të dyjave. Edhe një mesazh nga ju, zonja Lefteri, për ata që na ndjekin. Unë të them të drejtën e kam merakun tek e mësuara e fëmijëve me para shumë. Sidomos kjo ndodh tek ato familje që janë në gjendje shumë të mirë ekonomike. Fëmia po pati para shumë dhe mos keni shpresa se do bëhet njeri i mirë. Do bëhet njeri i keq, me zemër të keqe, me vese të këqija, do bëhet i dhunshëm, do bëhet jo i respektueshëm, edhe për buzës, për shoqërinë, sa arrin për të mësuar një nuk diskutohet që nuk e ndjen fare përgjegjësi që mund të mësoj, sepse arrin deri atje sa edhe kur shokët, për shembull dikujt, i theshin që po ti prap s'ke mësuar sot, mos ke merak se ti atje te unë do rish të punosh. Do më thënë, aji që i shkëlqyer me djetë dhe mos kime rakë se atje të unë do vish të punosh. Do më thënë, ta edukosh fëmijën në këtë mënyrë, e ke marrë më qafë. Dhe aji ta maqarlëku i tepërt, të grumbulloj sa më shumë para, të vjetë sa më shumë para, të futem sa më shumë në për korrupsione, të bëj një mal me pasurira, o njerës është e kotë. Të gjithë kemi për të ikur nga kjo botë, të gëzojmë këtë botë me nder, me cip, me namus të themi, dhe t'i edukojmë fëmijët që t'na kënaqin shpirtin, kur t'na rriten, kur t'na krijojmë familje dhe kur t'u gëzojmë nipat edhe mbesat e tyre. Faleminderit shumë. Romina, një mesazh si një ekonomiste, si nën, si zonjë. Në fakt, të dy zonjat dhanë mesazhe shumë bukura, do dohet bëjë një përmbledhje shumë e rëndësishme që familja ta mësojë të riun apo fëmijën e tij me liri financiare. Dhe kur them liri financiare, jo liri që të shpenzoj pafund, por të punoj vetë dhe në momentin që punon vetë ai ka lirin financiar dhe kupton rëndësinë e atyre parave sepse është lodhur. E vërtet. Faleminderit shumë Ana, faleminderit zonja Lefteri, faleminderit që ishit në studio. Shkojmë në reklama, kthehemi në studio për një tjetër tematik vetëm pas pak.